Përshëndetje njerëzia dhe i njoki që unë përgatita për sonde. Nuk janë i njoki me patate, janë i njoki ndryshe. Të konsumojmë gjërat që na kanë mbetur në shtëpi dhe është gjëna që ti hedhësh. Si për shembull bukën, kur është tarë një qik dhe s'ke që i ben. Atëherë këtu kam përgatitur salsën, kam hedhur 2 thelpinj urdhre dhe kërcedhin e majdanozit. I kam skuqur pak, pastaj i kam shtuar salsën, kam shtuar 2 shishe me salsë të vogla. I kam shtuar dhe të themi 1 gjysmë ujë, se nuk ishte nevoja që të... Thjesht kam bërë një salsë shumë të thjesht pa asnjë gjë, ka pasur as qep nuk i hodha, as se kështu ishte receta kur unë e pash. Dhe nuk kishte shtesë që t'hidhje diçka tjetër. E kam lënë që të ziej me zjarr të ulët. Këtu kam përgatitur, ja siç e shikoni, kam prerë bukën edhe kam rregjur me qumësht të ngrohtë. E trazoj mirë që të vi formë kremi. Buka e gjithë, që të zbutet e gjitha. Ja, shikoni se e bëra. Kam hedhur 2 kokra vezë. Kam hedhur djathë të grirë. Djali im ande ma tam po los PlayStation edhe kam hedhur dhe pak fare miell për të lidhur atëja, të themi, bukën. Thash disa njerëz mund të më kritikojnë për këtë, po që unë e pash edhe është recetë italiane. Gjithsesi, unë i njokit i bëra njësoj. I kam prerë me këtë që është për torta, të themi. Edhe ja si i kam bërë. Nuk i bëra shumë të vogla. Dhe i kam hedhur në ujë me kripë dhe me vaj që i dhash zjerjen, i kam lënë që kur ato vinin lart, unë i hiqem dhe idem tek salsa. Kur ngriheshin të gjitha lart njokit që unë kisha përgatitur. Dhe ja si i kam bërë. Kanë ardhur ca të mëdha, ca të vogla, nuk ka